Dita e pare e samitit të NATO-s këtu në Hag do të përmbyllet me jo shumë bujë pasi që ende nuk ka ardhur njeriu kryesor presidenti Donald Trump i Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Megjithatë, kryeministri shqiptar Edi Rama dhe presidenti Zelensky Ukrainës kanë qenë ndër personazhet kryesore. Zoti Rama ka qenë një nga pak liderët që ka takuar sekretarin e përgjithshëm Mark Rutte mes tjerash. Tirana dhe Shqipëria do të jetë një këndshire samitit të njëjtë në vitin 2027, një arritje tjetër e jashtëzakonshme e shtetit shqiptar, dhe zoti Rama ka diskutuar me sekretarin e përgjithshëm Rutte edhe për investimet që do të bëhen në portin e Durrësit, një port ushtarak që ta përdor NATO natyrisht në kuadër të asaj që të 32 shtetet anëtare të NATO-s me disa rezerva të Spanjës janë pajtuar që të rritet shpenzimi në 5% i bruto produktit kombëtar të secilit shtet për pajisje ushtarake, për më shumë trupa, si dhe për investime në infrastrukturë në secilin shtet. Tani, presidenti Trump të martën në mbrëmje është rrugës për në Hag nga Shteti i Bashkuar të Amerikës, pasi ka rritur që ta ndalë, ka thënë, vazhdimin e luftës ndërmjet Iranit dhe Izraelit. Është nisur në momentet e fundit me shumë nervoz për shkak të thyrjes këtij pushimi, por më vonë gjatë rrugës për në Hag ka thënë që gjithçka ka përfunduar. Ai pritet të jetë gjatë ditës së mërkurë qendra kryesore do të flasë për këtë konflikt dhe mënyrën se si e ndalë pra këtë luftë. Gjithashtu do të jetë fitore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës fakti që të gjitha shtetet zotohen që arrisin në 5% nivelin e shpenzimit për mbrojtjen. Nuk do të ketë asnjë referencë për Ballkanin Perëndimor, as për Kosovën, as më pak në këtë summit do të ketë me një ton më të butë një referencë për Rusinë e Ukrainën, do t'i ofrohet për kraje Ukrainës. Presidenti Zelensky gjatë fjalimit të tij sot e ka përthirrje që të ketë më shumë për kraj për Ukrainën, pasi që Rusia nuk do të ndalet në Ukrainë.